Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking. Në këto momente do të flasim për ndikimin e presidentit Amerikan Donald Trump në lidhje me luftën e Rusisë në Ukrainë. Ka pasur një ashpërsim të toneve ndaj presidentit rus Putin, pikërisht pak ditë pas takimit me presidentin e Ukrainës Zelenski. Konkretisht, Trump është shprehur se ndoshta Putin nuk kërkon një marrëveshje, do të më mbaj zvarr, duke sjellë në vëmendje edhe humbjet e shumë jetëve njerëzore gjatë këtyre ditëve, teksa vjojnë të diskutojnë për një proces të mundshëm për të arritur në një marrëveshje armëpushimi si fillim. Por çfarë pritet të ndodhë? Pse ky ndryshimi qëndrimit të Trump në këto momente, a do të ketë një ndikim kjo retorik ndryshe? Do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me ekspertin, studiuesin për marrëdhënie ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Medlir Mema. Zoti Mema, faleminderit që pranuat ftesën. Si gjithmonë. Ky ndryshim i qëndrimit të Trump a lidhet me takimin kokë më kokë para pak ditësh që pati me presidentin e Ukrainës Zelenski, apo është situata në terren ajo çka po ndodh, sulmet e vazhdueshme të Rusisë që e çuan në këtë qëndrim publik? Mendoj që asnjë rast tjetër, mendoj që është presioni i brendshëm brenda vetë dhe imazhi i tij politik të në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump ka qenë krenar për faktin që ka thënë gjithmonë, ka theksuar që ai ka aftësinë për të sjellë dy palët dhe për të pasur një pushim ose një paqe. Është e qartë që 100 ditë kanë kaluar, që është një farë mënyrë simbolike në Shtetet e Bashkuara që ditë që i parë do të tregosh sa rezultate, dhe rezultati kryesor për të në politikën e jashtme kishte qenë çështja e Rusisë dhe Ukrainës, nga që nuk është arritur asgjë. Zoti Trump tani kupton atë që gjithë ne kemi ditë prekosh, që Putin luan një lojë afatgjatë dhe çdo gjë tjetër bëhet në funksion të asaj loje. Çfarë pritet të ndodhë më tej? Ajo që ndodh më tej sigurisht është që Shtetet e Bashkuara sigurisht kanë paramuar që ndoshta do të tërhiqen nga ky dialog për negocimin e dy palëve. Në këtë rast, kjo do të shërbente më shumë Rusisë se Ukrainës, sepse një tërheqje e Shtetet e Bashkuara do të thotë tërheqje financiare po dhe ushtarake edhe ndaj Ukrainës. Është e qartë Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes për të shtuar sanksionet ndaj Rusisë. U diskutua kjo në fakt dje edhe nga Marco Rubio, i cili bëri qartë që Shtetet e Bashkuara nuk do të shtojnë më sanksionet ndaj shtetit rus, që do të thotë që do të ketë më shumë një lloj tërheqje, ashtu sikurse po shikojmë pak a shumë edhe në lidhje me konfliktin Izrael-Palestinë, ku përkeqësimi situatës në territorin e Gazës, Shteti Amerikan është ai që përkushtet plotësisht nga negocimi i mundshëm midis dy palëve. Pra në këtë kontekst mendoj situata përkeqësohet më shumë për Ukrainën, nëse ka një tërheqje, që do të thotë që ndoshta ky është një kërcënim i mjaftueshëm për Putinin, sepse në fakt i shërben pikërisht interesave të Putinit për të vazhduar konfliktin ashtu sikur është duke shkuar deri tani. Çfarë qëndrimi pritet të mbajë Bashkimi Evropian në rast të një tërheqje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Bashkimi Evropian ka qenë angazhuar gjithkohës. Janë dy elemente këtu. Së pari, qëndrimi i parë ka qenë një qëndrim jo mbështetës dhe disa prej propozimeve që Shtetet e Bashkuara ka bërë, përfshirë këtu edhe çështjen e Krimes. Shtetet e Bashkuara propozuar që ndonse Ukraina mund mos ta njohë Krimen si të Rusisë, Shtetet e Bashkuara do ta njohin atë të tillë. Kjo për evropianët është shumë problematike, sepse minon një parim kryesor të pas viteve 1945, që do të thotë që ndryshimi i kufive nuk bëhet me forcë, por bëhet vetëm nëpërmjet të drejtës ndërkombëtare, bëhet vetëm nëpërmjet të negociatave dhe diskutimeve për drejta, sepse sigurisht hap një steri problemesh brenda Kongressit Evropian, që ka probleme të me kufish disa për shteteve si për Spanja, Greqia, Kipër ose Slovakia, Rumania, madje Gjermania, Franca. Pra, në këtë kontekst evropian nuk duan të rihapin këtë debat të ndryshimit të kufive me konflikt ose me luftë. Elementi i dytë pasaj që evropianët kanë bërë të qartë është fakti që edhe sikur Shtetet e Bashkuara tërhiqen, interesat e tyre për qëndrueshmërinë e Ukrainës dhe për të mbrojtur pikërisht të parim të mosndryshimit të kufive me forcë, do të thotë që ata vetë janë të investuar. Më shumë të investuar këtu do të thoja janë Finlanda, Suedia, vendet balltike, Polonia, të cilët edhe preken më shumë edhe nga një cënim i mundshëm i Rusisë, por edhe Anglia sigurisht që ka investuar goxha në aspektin politik dhe ushtarak në këtë drejtim. A ju rezulton se ka një tendencë që nëse ndodh kjo në raport me Rusinë dhe Ukrainën, pra cënimi i parimit të paprekshmërisë, pandryshueshmërisë së kufive përmes forcës, të ketë tashmë një reflektim pikërisht në ato vende që kanë situata të ngjashme?
Po kjo është frika. Pra kjo është frika, mos harrojmë që edhe në rastin e Kosovës, për shembull, kur deklaroi pavarësinë nga Serbia, që ishte vetë edhe gjykata ndërkombëtare penale, por edhe në atë kohë qenë sekretare e Shtetit Amerikan 2008-ën, zonja Condoleezza Rice, tha shprehimisht që ky është një rast sui generis, pra një rast i veçantë që nuk i themi aplikohet asnjë vend tjetër. Fakti që sot Slovakia, Greqia, Rumania, Spanja dhe një shtet tjetër që më keq harrova, nuk e pranojnë themi pavarësinë e Kosovës, pa njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, pikërisht sepse ata vetë vuajnë nga një seri kërkesash të brendshme për pavarësi nga grupe të ndryshme etnike. Që do thotë që edhe në fakt edhe vetë Ukraina në një mënyrë nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, sepse nuk duhet të njohë pikërisht këtë lloj ndryshimi të kufive me anë të luftës dhe jo me anë të njohjes nga ana e palës nga cila po tërhiqesh. Dhe kështu në këtë kontekst mendoj që evropianët janë shumë serioz për këtë parim, sepse e kuptojnë që në momentin që ndryshon ky parim, kjo janë probleme të mëdha brenda kontinentit. Ndërkohë, Trump rezulton i pëlqyeshëm apo i aprovuar aktualisht përqendrimet dhe vendimet që ka mbajtur nga 41% e votuesve, për referohem një sondazhi të porositur e të publikuar nga CNN. Pse kjo ulje në përqindje të mbështetësve vetëm 100 ditë, pra sapo ka përmbushur edhe ka festuar 100 ditët në krye të Shtëpisë së Bardhë në këtë mandat të dytë? Pse? Ka shumë. Së pari, mos harrojmë që në Shtetet Bashkuara politika ndryshon, po jo vetëm Shtetet Bashkuara, por kudo. Pra një cikël 24 orësh lajmesh mund të kenë një ndikim shumë të madh. Por unë që janë 3-4 ndoshta indicie ose arsye pse kjo ndodh. Së pari, votuesi temi i ngri amerikan, jo ideologjik për zotin Trump, votoi për uljen e çmimeve, pra në tregun e brendshëm. Që 100 ditët kaluar nuk ka ndodhur ka sfakt diçka e tillë, në fakt janë shtrenjtuar çmimet 10-20% minimumi, përfshirë edhe këtu ku jam unë që është një vend jo vetëm tarifat, paqëndrueshmëria, por edhe nuk është se ka pasur një politikë të mirë fill për të ndryshuar, pra edhe për presionin e inflacionit historik që ka qenë edhe përpara administracionit Trump. Pra, mos përqendrimi në aferat e brendshme, në politikën ekonomike dhe të brendshme, ka reflektuar edhe ose në çmimet që vazhdojnë që ndrojnë shumë të larta, ose që janë ngritur edhe për shkak të tarifave. Elementi i dytë është dhe nëse mund të reflektojmë lidhjen me politikën e jashtme, ndonse votuesi amerikan nuk është se vetë shumëndjen për këtë çështje, por gjithsesi një reflektim ka këtu, premtimet e shumta që janë bërë në lidhje me edhe me Rusinë, edhe në lidhje me Izraelin, edhe për elemente të tjerë, sigurisht ka kryer probleme. Unë do të thoya që ndoshta goditja më e madhe ka ardhur për shkak të tarifave që përmendët ju, edhe këtu jo çështje sepse Republika Amerikane është kundër tarifave në tërësi, por ndoshta mënyra e menaxhimit të këtyre tarifave. Pra edhe nëse duke pasur produkte më të shtrenjta. Jo vetëm efekti, sepse efekti edhe mund ta presësh, mund të bësh, por edhe mënyra e menaxhimit të çfarë do thotë, që unë mund të jem dakord hipotetikisht me vizionin e Trump temi për të ekuilibruar temi bilancin tregtar midis Shtetit Bashkuar dhe Kinës, Evropës dhe të tjera. Por në aspektin e taktikës e politikbërjes nga dita në ditë për administrimin e kësaj strategjie, për menaxhimin e kësaj strategjie ka lënë shumë për të dëshiruar. Pra, nëse qëllimi kryesor dhe disekuilibri kryesor është me Kinën, atëherë nuk hap betejë dhe fronte të tjera lufte me Meksikën, me Kanadan, me Evropën dhe të tjera, se përfundimisht të duhen tregje të tjera për të vazhduar pastaj edhe luftën në të ardhmen me luftën tregtare me Kinën. Në këtë kontekst mungesa e seriozitetit, ndoshta një element i katërt këtu është edhe pushimi nga puna e njerëzve, mos harrojmë që edhe ata janë votues dhe ka krijuar goxha mungesë stabiliteti në klasën temi në administratën federale amerikane, atyre që republikanët quhen deep state, ato që demokratët quhen state, pra politikbërësit dhe byråkratët. Edhe gjitha këto pastaj kanë ndikuar dhe kanë nxitur diçka të tillë, por ndoshta elementi kryesor është perceptimi që politikbërja ka qenë kaotike dhe jo e qëndrueshme. Zoti Mema, ditët e fundit është bërë kryelajm dhe vëmendja kryesore në Shqipëri ka shkuar për lobimin $6 milion për Partinë Demokratike nga shqiptarët që jetojnë e punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes një organizate. Si po përcillet atje ky zhvillim edhe në raport me legjislacionin, me dispozitat, sepse të paktën në Shqipëri ka një informacion zyrtar nga ana e SPAK se kanë nisur hetimet?
Atëherë, nuk ka në aspektin ligjor, nuk ka asnjë shqetësim në fakt kontrata me sa lexova dhe pash, kam konstatuar në aspektin ligjor nuk është problematike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Shqipërinë pastaj është për spakun takon aty, kështu nuk do të komentoj në këtë çështje, ata e dinë më mirë legislacionin, do ta kuptojnë pak më mirë. Por në kontekstin e Shtetet e Bashkuara, këtu edhe ajo kompani lobimi që e ka marrë këtë kontratë është regjistruar dhe ka njoftuar Departamentin e Drejtësisë amerikane që është duke lobuar në emër të një entiteti të jashtëm, si të kërkon ligji, që në këtë kontekst nuk ka probleme. Ka 2 ose 3 do toja unë pra mujtë të kuq tu për gjithë ne që duhet parë pak me kujdes. E para është shuma, është një shumë marrëmendshme kur nuk kupton faktin që kjo kompani që ata ka Continental Strategy, strategji kontinentale, që këto që Partia Demokratike ka temi punësuar për këtë kontratë, në 2023 kishte $3.5-4 milion qarkullim, ose xhiro ose të ardhura. Që do të thotë që 6 milion për 2 vite është një shumë e madhe dhe ngre pak vetu dhe temi është për të parë se çfarë nën kupton diçka e tillë, sepse nëse lexon tekstin, nuk është se ka një gjë të madhe aty, është diçka që do bësh gabimin në interesin të partisë ose të shqiptarëve për të zbutur ndoshta qëndrimin e Amerikës ndaj Shqipërisë ose ndaj Partisë Demokrate. Të gjitha këto nuk përbëjnë temi në gjë të madhe, por 3 milion në vit është... keni evidentuar ju, a janë arsye për të ndjekur në rrugë ligjore atje? Apo konsiderohet brenda të gjithë parametrave? Jo, është brenda parametrave, çështja këtu është në aspektin e temi politik edhe mediatik në aspektin shqiptar, në kontekst shqiptar. Pra nëse ne si shqiptar do të shikojmë se çfarë po ndodh këtu, është e qartë që kjo kontratë 250.000 në vit përbën një shumë të madhe për një vend kaq të vogël, për një çështje kaq të vogël në krahasim me të tjerat. Flamuri i dytë i kuq që do thoja unë është në përgjithësi, kur bëhet fjalë për lobim, në përgjithësi lobojnë ose kompanitë, para në aspekt edhe vetë kjo kompani lobimi, klientët e saj, 99% e tyre janë kompani private, nuk janë shtete ose nuk janë parti politike. Edhe kur kemi pasur raste kur partitë politike kanë lobuar, kanë qenë për shembull kemi rastin e Ukrainës me 2, një parti ka qenë Partia Rajoneve që ka qenë pro-ruse, por që ishte me Paul Manafort, një mbështetës i Trump, ka qenë kryetari shefi i fushatës së tij. Pastaj kemi një parti nga Tanzania, një parti nga Azerbajxhani nëse nuk gaboj, edhe një parti tjetër nga Moldavia. Pra, nëse shikojmë kur partitë përfshihen në fushatë lobimi, nuk vinë nga perëndimi, nuk vinë nga praktika të mira dhe në përgjithësi kanë tendenca korruptive. Në fakt, në shumicën e këtyre rasteve, këto lloj temi kontratash kanë ardhur nën lentën, nën lupën e sistetit të drejtësisë të Amerikë, sepse janë të jashtëzakonshme. Pra, një parti politike në përgjithësi, dhe këto kemi pasur në Shqipëri fatkeqësisht të gjëra edhe nga Malja dhe nga Djata, nuk shikohen si diçka normale. Edhe këtu është te pika 3 që do toja unë dhe fundit këtu. Në aspektin politik është një sinjal shumë problematik për ne si shqiptar, ku në vend që të lobohen për interesa mbarkombëtare, lobohen për interesa partijake. Pra, tu nuk ka të bëjë fare me aspektin ligjor, nuk ka të bëjë fare me elemente të tjera, por ka të bëjë me aspektin politik dhe të perceptimit nga publiku. Pra, Partia Demokrate mund ta ketë edhe sa për të bërë çdo gjë, por është për të ardhur keq $6 milion shpenzohen në diçka të kësaj natyre, në vend që të shpenzohen në interesat mbarkombëtare shqiptare. Dhe duke qenë e keni parë në mënyrë të detajuar këtë kontratë, çfarë shërbimi është kërkuar specifikisht? Shërbimi, siç e përmenda, janë 4-5 pika që përsëriten në disa faqe, njëra pas tjetrës në anekse të ndryshme, dhe e kam dëgjuar edhe në retorikën në Shqipëri, shpeshherë çështja non gratës. Unë ndoshta më ka shkëputuar diçka, kërkoj ndjes nëse kjo do është e vërtet, por nuk pash asgjë aty në lidhje me non gratën. Pra, shprehimisht nuk ka asgjë aty që thuhet që ne do lobojmë që të tërhiqet temi veshje administratës për të ndryshuar çështjen e temi e përcaktimit publik të zotit Berisha nga ana e departamentit të Sarit dhe të drejtësisë amerikane. Në këtë kontekst nuk ka diçka specifike, ajo që thuhet se është një gjuhë shumë e përgjithshme, që thuhet që ne do të mbështesim
përpjekjet e Partisë Demokratike edhe në legjislativit, pra Kongresin Amerikan, por edhe pranë ekzekutivit, pra Shtëpisë së Bardhë, për të përmirësuar politikat e tyre ndaj Shqipërisë, ndaj Partisë Demokratike, për të përforcuar vlerat demokratike në Shqipëri, pra është një gjuhë që është shumë e gjerë. Ka diçka interesante aty që për të nënvizuar, është që ka një klauzol e cila vetë kompania në fjalë, Continental Strategy, nënvizon që thotë që ne nuk premtojmë rezultate në bazë të kësaj kontrate. Pra, ju mund na paguani, ne do bëjmë punën tonë, sigurisht, do t'ju njohim ju me personat përkatës, por nuk ka garanci. Do në këtë do t'ju pyesja, cilat janë pritshmëritë që ju keni në raport me ndikimin që do t'jap një investimi, shpenzimi i një vlere të tillë? Atëherë unë do të them diçka që është tërësisht opinioni im, ndoshta është një argument se s'duhet të them publikisht, po do ta them gjithsesi. Si Partia Demokratike në vetvete nuk ka interesa, nuk i mungojnë kontaktet si me legjislativin, ashtu edhe me ekzekutivin. Pra, nëse do kontakt ke la Civita, drejt për drejt në Shtëpinë e Bardhë, nëse do në kontakt ke edhe me Kongresin Amerikan, Partia Demokratike, Partia Republikane, së mos sot me diu, kanë kontakte të gjëra të thella me Republikanët në Kongresin Amerikan. Pra nuk ke nevojë që të paguash $250,000 një kompani tjetër për të bërë atë që ti tashmë ke aftësinë për ta bërë. Atëherë pyetja vjen se për çfarë është kjo shumë për $6 milion. Dhe një për shqetësimeve të vazhdueshme në Shtetet e Bashkuara ka qenë fakti që Shtëpia e Bardhë, zoti Trump, dhe se mos Mar-a-Lago, që është shtëpia e tij në Florida, është bërë një qendër temi ngritjesh fonde për prandorin temi biznesit të zotit Trump. Dhe unë mendoj që në të vërtetë, qëllimi i vërtetë i kësaj shumë është pikërisht kjo. Është thjesht një ndërmjetësim, një palë të tretë për të shkuar drejt për drejt tek thesari i zotit Trump, se nuk kam asnjë evidencë në të drejtim, por ajo që kemi parë është që çdo gjë që bëhet në Shtetet e Bashkuara bëhet për të shkuar drejt për drejt tek zoti Trump dhe për të shumëfishuar temën të ardhurën e tij në këtë drejtim. Edhe një tjetër nuk kam asnjë evidencë në këtë drejtim, është thjesht kur unë gjykoj në bazë të gjithçka që shikojmë dhe të panevojshmërisë të këtij kontakti me një palë të tretë, që ky 6 milion shumë më duket si një pagesë drejt për drejt për dikë tjetër, dhe kjo Continental Strategy është thjesht ndërmjetësues që mundson këtë pagesë për këtë person tjetër. Zoti Mema, shumë kënaqësi t'ju kishim në këtë bisedë. Faleminderit ju. Ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, ishim në një transmetim të drejt për drejt nga ora 17, ju kujtoj që në orën 20:30 do të keni Milaim Zekën me Zona Zero, bashkë jemi nesër, natën e mirë.